Muzeu i Kalas Rozafa priti sot me 10 vizitor, por më të veçantët ishin nxënësit e shkollave nëntëvjeçare të Shkodrës, të cilët gjallëruan aktivitetin e titulluar Eja në muze, duke u njohur me historinë e qytetit. Njihet roli i pazëvendësueshëm i teksteve profesionale për historinë, por sigurisht njihet jashtëzakonisht e nevojshëm dhe pranon roli edhe i karakterit praktik të komunikimit, si të thush, me artefaktet, me vlerat që materiale që ne i trashëgojmë nga kalurja dhe nga procesi jonë historik. Ajo që vemëri në punën tonë është mungesa e njohunive të nxënësve për muzeun. Pra dhe na do në me dha njohuni didaktike për muzeun, çfarë është muzeu, si organizohet muzeu, edhe ajo që është më e rëndësishme për ne se si duhet sillet një nxënës ose një vizitor në muze. Çfarë përfiton prej muzeut, por edhe çka ka detyrime në muze, në sjellje, në mënyrën e qëndrimit e tjerë. Mendojmë që këtë ta vazhdojmë edhe me klasa tjera, kurse në vjesht shpresojmë që ta bëjmë në shkolla të ndryshme. Në këtë muze janë të ekspozuara dëshmitë të banimit të Shkodrës në periudha të ndryshme historike. Në muze me anë dokumentash e objektesh të ekspozuara, paraqitet kalaja në rrjedhjen e historisë, e lidhur ngushtë kjo edhe me historinë e qytetit.